Janë 30.000 njerëz vesh të sytë e botës në Davos. Është the crowdiest house në Davos, shtëpia e Kosovës. Normalisht një pjesë e rëndësishme e kësaj shtëpie është edhe Mërgata. Firma Lika këtu në Zvicër është angazhuar me fushën e imobiliarit, është një kënaqësi shumë e madhe që kemi mundësu këtë. Nuk kam dashur të kthehem në Kosovë pa e vizituar shtëpinë e Kosovës. Kosova si vjet në Davos është për herë dytë, tu marrë pjesë me shtëpinë e saj këtu në Davos, një mundësi e jashtëzakonshme për me prezantu potencialin ekonomik, po mbi gjitha talentin e Republikës tonë. Synimi kryesor i këtij paviljoni së kësaj shtëpie është e para ta njohin identitetin kulturor, po mbi gjitha ta njohin potencialin ekonomik që ofron Republika jonë, mundësitë për me investu, incentivat cilat janë prezente në Kosovë për investor potencial, po edhe ndërlidhjen e bizneseve jashtë vendit me Republikën e Kosovës. Normalisht një pjesë e rëndësishme e kësaj shtëpie është edhe Mërgata, që është një urë ndërlidhëse mes Republikës tonë dhe vendeve pritëse. Në këtë rast në Davos, përpos që fuqizojmë lidhjen me shtetin helvetik, kemi edhe një mundësi të jashtëzakonshëm në mesin e 25 shtëpiave të ndryshme që shtetet tjera kanë këtu në Davos, të shkëmbejmë me to edhe të ndërtojmë ura bashkëpunimi. Përpos prezantimit potencialit, paneleve të shumta nga inteligjenca artificiale, tek fuqia ekonomike e Mërgatës, deri tek pjesa e energjisë dhe sigurisë energjetike. Një pjesë e madhe e kësaj shtëpie, po ashtu ka qenë një potencial për me ndërtu ura të reja komunikime me shtetet ndryshme, takime bilaterale, si në sferën e ekonomisë, po dhe në sfera tjera, në mënyrë që me kriju këtë hapësirë, ku ne përfaqësojmë vlerat tona, po mbi gjitha ndërtojmë ura të reja komunikimi dhe zhvillojmë marrëdhëniet tona me shtetet tjera. Firma Lika këtu në Zvicër është angazhuar në fushën e imobiliarit ose real estate. Neve kemi projektin e Davosit që gati 5 vjet dhe në vitet e fundit kemi vendosur që hapësirat këtu t'i vendosim në dispozicion të kombit të Kosovës, shtetit Kosovës, që dhe neve, domethënë dhe shteti Kosovës ta përfaqësoj veten e vet në vet, për të diskutuar problemet edhe shqetësimet që edhe si dhe idet, domethënë bashkë me gjithë kombet e tjera në platformën unike si që është World Economic Forum. Për ne është një kënaqësi shumë e madhe që kemi mundësu këtë dhe duam që ta mbështesim për në vitet në vazhdim, që të jetë një zë e cili është stabil dhe një zë e cili flet njësoj si gjitha kombet e tjera europiane dhe histori shumë të gjatë se ne. Kjo është hera dytë që po organizojmë House of Kosova, kemi organizuar dhe 10 dhe është diçka që neve po e nisëm një iniciativë, ne vazhdojmë, nuk bëjmë diçka vetëm për aksident era parë. Kemi dashur që atë që kemi bërë vjet me realizu dhe njerë këtë vit. Për ne është shumë e rëndësishme që Kosova, por jo vetëm Kosova, po kombi shqiptar, të jetë i krahasueshëm me vendet e larta ndërkombëtare, të cilat vendosin se çfarë flitet në botë. Vetëm sot jam këtu në Davos, pra për mua është vetëm një vizitë një ditore, por nuk kam dashur të kthehem në Kosovë pa e vizituar shtëpinë e Kosovës. Është krenari e veçantë, ku jo vetëm të arriturat e Kosovës, por edhe një kontribut jashtëzakonshëm i Mërgatës sonë prezentohen këtu. Liderë të ndryshëm të botës kanë ardhur këtu, kanë dëgjuar për Kosovën, në mbi të gjitha për potencialin që paraqet vendi ynë, kështu që janë jashtëzakonisht krenare me këtë të arritur dhe dua ta falenderoj gjithë secilin që ka kontribuar në këtë sukses. Definitivisht edicioni i dytë është shumë dinamik se edicioni i parë, po vret një entuziazëm i madh mes diasporës tonë që tonë Zvicër për me përjetu forumet e hapura, temat që janë shumë konstruktive, do të thonë si vetë pim është Home of Talent, që ndërlidhet direkt me Foundations of Speaks. Për neve baza qendra është talenti jonë trit, për këtë arsye kemi vendosur me sponsorizu këtë event edhe me marrë pjesë aktivisht. Në këtë forum të dytë, edicion të dytë janë shumë me renome, do të thonë shumë aktual. Po folet shumë për digitalizim, për AI, për mundësi që ka për momentin koha edhe ndaj Kosovës, edhe Kosova që i ofron tregut ndërkombëtar. Në krahasim me shtëpi tjera, është the crowdiest house në Davos, shtëpia e Kosovës. Po nëse shkon në shtete tjera që kanë shtëpi, nuk e gjen këtë entuziazëm që po mbizotron sot këtu.
Po, vetëm me kuptu do në rast çka Davosit. Imagjinoni do në rast në Davos kanë ardhur do në rast 5.000 lider botënor, drejtorat kompanive më të mëdha të botës, kryetarë shteteve, kryeministra. Dhe imagjino kanë ardhur 25.000 tjerë me shoqëta. Janë 30.000 njerëz vesh të sytë e botës në Davos. Imagjinoni Kosova sot është prezent do në rast aty ku nuk është edhe Gjermania. Imagjinoni Gjermania në Davos nuk është, Lufthansa nuk është në Davos. Imagjinoni Kosova me kompani do në rast që ofrojnë zgjidhje globale në Davos. Tash, House of Kosova, unë mendoj që është një platformë shumë e mirë, mi tregu botës se nuk jena më problem, po jena zgjidhja e Evropës edhe zgjidhja e Amerikës. Për të thënë zgjidhja e Evropës, zgjidhja e Amerikës është imagjinoni banimi. Banimi është temë me Donald Trump. Në këtë affordability, do të thotë përballueshmëria e banimit, do të thotë 20 minuta, do të thotë World Economic Forum, është problem. A imagjinoni na prej shtëpisë Kosovës po tregojna, do të thotë përmes një paneli me shkencëtarë, edhe profesorë prej Amerikës edhe prej Evropës, biznesmen do të thotë të Evropës edhe si për shembull çysh është edhe Titan Group edhe Shamolika në Kosovë po në këtu, edhe thonë hey guys, na kemi një zgjidhje. Edhe kjo zgjidhje do të thotë kanë atu tash kemi ndërtuar në Evropë, kemi ndërtuar në Amerikë, kështu që një tregim i gjatë me botë shkurt, më thonë ndonjëherë, kam thonë disa herë dhe kësaj rrallë përsëriti. Kosova është zgjidhje, nuk është problem. Prej Kosovës nëpër botë është e mundshme. Banimi është temë e madhe, imagjinoni kosovarët iki do në rast kompani që mirën nëpër Evropë në banim edhe me ndërtim, edhe në Amerikë me ndërtim e me banim. Po imagjinoni do në rast që tash nuk kemi punëtor. Imagjinoni normat e rrestit të larta. Imagjinoni do në rast përballueshmëria e vogël. Imagjinoni do energji eficienca problem. Çfarë bie energji eficienca? Imagjinoni me ngroni një shtëpi sot në Kosovë kushton 500 euro. Çka nëse kishim pas një shtëpi e cila i harxhon vetëm 100 euro? E 400 euro do më thasë atë kemi kthy kësën kredis ose mbetu ma mirë. Kjo është tema do në energji eficienca, kjo do më thasë është tema përballueshmëria. E imagjinoni prej Kosovës do më thasë me thonë kemi zgjidhje banimit, që është e gjelbërt, që është e përballueshme, e cila është e shkallëzueshme. Imagjinoni kena ndërtuar në Kosovë McDonald's-in e industrisë. E tash po punojna, do më thasë me bë franshizën me fabrika tjera do më thasë në Kosovë, po në Evropë edhe në Amerikë do më thasë që me thonë hey, this is how we do it, this is the solution, it's not a problem. Si Odë Ekonomike Zvicër-Kosovë, jemi krenar që ambasada e Kosovës në kaftu në World Economic Forum në Davos. Për neve është e rëndësishme se si pas misionit tonë, është me kriju udhë mes aktorët ekonomik të ndryshëm të Zvicrës dhe të Kosovës, mi mbrojt interesat e shqiptarëve të Kosovës edhe të zvicranëve këtu për me arrit një sukses ekonomik të mirë. Në këtë vend, që ka qenë interesant, është që në një vend jemi taku me organizata ndërkombëtare, aktorët ekonomik ndërkombëtar, edhe të bashkëadhetarëve, si të zvicranëve dhe të kosovarëve vendas. Kemi pas takime të ndryshme, për shembull i kemi lidh një kompani të softwareve të Kosovës që prodhon edhe realizon software në Kosovë me një tjetër kompani që ushtron domethënë si fond investimi për startupa të ndryshme në tërë botë. Kështu që kemi mujt me kriju lidhje të ndryshme mes kompanive, investime. Kemi një rini në Kosovë të jashtëzakonshëm, punëtore, të motivuar për me kriju biznese të ndryshme, me eksportu shërbime dhe marra në Zvicër. Shkru një marrëveshje që u ratifiku në Zvicër me shtetet e EFTA, më thonë të disa shteteve mbrenda Zvicrës. Kjo marrëveshje është shumë interesante sepse i eliminon barierat për eksportimin e shërbimeve edhe të marrave. Po çka ka qenë interesant është që tash, domethënë, kompanijat kosovare mujnë me pa bariera me eksportu shërbime, sikur IT, shkencat kompjuterike, edhe disa shërbime që mund më bën pikë Kosovës në drejtim Zvicrës.